Lëkura është pasqyrë e organeve të brendshme. Nganjëherë në lëkurë shfaqen element tipik nodular që flasin për kanceret të organeve të brendshme, ndërsa lëkura e fytyrës, aty ku ne kujdesemi më shumë dhe vëmë më shumë kremra, në fakt e ndjen më pak se sa trupi. Njollat kafe kanë lidhje shumë me disa ndryshime hormonale të tjera që ndodhin në organizëm. Stresi është armiku më i madh i lëkurës. Kam parë pacient e thënë në thojza që plaken brenda javës, por unë kam pacient edhe me melanom, të keq trajtuar nga mjekët popullor, dhe tani lazeri jo vetëm që s'ja ka zgjidhur problemin, por ka shkaktuar dhe disa njolla kafe.